Çka nëse, vish një vjet bëhemi kurban. I servojmë diçka të mirë publikut. Besom që kanë radosht. Kam i dashur tu që ja servoj. Këta nuk mund të bëjnë tre veta. Të jetë organizim shumë i madh. Organizim shumë i madh i krijuesve. Po, me tre, po s'bëmi tre. Edhe ne mund se ne i ofrojmë. Megjithato, unë mendoj që ne jemi klasikët pa Fifin. Fifi është modernja. Ne jemi klasikët e pop, rock, folk, muzikës shqiptare, edhe ne kemi mbet aty. Ndryshimet jonë. Dikush ta po ku janë ndryshimet? Vetëm të teknologjia. Muzika i ka 7 nota, gjua shqipe i ka 36 germa. Kush si manipulon me ato 7 nota, kush si manipulon me 36. Ndërsa teknologjia e ka bot vetën, kështu që jo old school, jo ka ra, ky jo u ka qua, jo, nuk mundet. Nuk mundet, njeri sa ma tepër kryon, zhvillohet ma tepër. Nuk mundet të bjen një kryus shumë i madhë. Nëse ai tërhiqet. Avljani, tregoma një këngë që po të pëlqen shumë kohëve të fundit. Jo, që do të... Kjo do të mbojtë rritë në mend. Unë kur pinë për lokale e kënë një këngë që unë e kom shkru rasisht. Son të s'ka fajron, edhe pse është vonë, krejt dënimet i paguj. Këndohet gjithandej, po edhe mu më pëlqen kjo. Prej krimeve të mija rrallë që më pëlqenjë. Këtë e këndoj, tjera prit, tjera zdi. Këto trendet, këto hip-hop edhe këto unë ka shkel koha respekte krejt, po... Do me thonë që të ka shkel koha, thjesht është një zhandër tjetër që ti nuk e... Që nuk e kryoj, nuk di ta kryoj. Dhe me thonë që të ka shkel koha. Për atë zhanër, se unë e mendoj që ka hip-hop artista që me nëzispresin me dit me bo një kongë rapsodija, po kuptan, ose me marrë me bo rap me qifteli. Se kretë kote fundit me repera, me këngëtarët dhe muzikë, po tendencë në ka në stop me t'ingu ma folk. Kretë hitët janë të une, ta dëshmoj që shdushe muzikalisht. Unë nuk e di pse i dashuroj shumë këto termet e bejtegjive. Vjetër, e kom provu me bo diçka tre me këto termet, me këtë terminologjin me terma oriental, edhe kom bo frikni, edhe po më pëlqen shumë me që edhe pyti. Më thonë, gjinohe plot e shumë behane, trupin e mboj për sran, me ashkin tem këtë fakirhane, pres me po nurin tënë. A më doge t'i shkrunë edhe ilahi? Shumë bukur. Ata bëja të pyetjen e pamë shumë parë, ka është haram muzika? Unë se di se kënë gjithë. E kena diskutu këto, një orë gjysë kena ditë miron pije. është një pyet për çdo tekste, cili është çmimi më i madh që keni shit një tekst, edhe paraprakisht po më shumë Labinot Gosh për të përshëndetje prej meje, edhe mirënjohje për punën e tyre. Labinot Gosh e njeri që ka rritë shumë këngëtor, e nuk e di so për qenë Betoni Adin, ama besoj që Fifi pajtohet në... Ajo 80% që gjithë tashma. 83%. Shmimorën po dojnë buti. Adin... është, sikur me të pyetën e ty tash ti sa ki rrogën vlla, më kanë zënë. Jo, këtë tregon. Jo, më është puna që për shembull nuk e keni një çmim të caktuar për një këngë, besoj dallon. Absolutisht jo. A dallon çmimi apo është i njëjtë? Dallon çmimi sepse u ka shumë artist të cilat vinë dhe kërkojnë një këngë të bukur artistike, a për festivale, a për qefa, pa prapavija komerciale. Edhe nëse ato nuk kanë, unë nuk marrë lek. Ma i shtrejnëta, unë jom ndër ma shtrejnëtin, ashtu thonë, nuk e di. 5.000 euro. E kom thonë edhe njerë. E kështë të mero. Kuja. Kresh? S'kja do shumë përgjith. Tash me kone veç mu. Jo se, a di qysh, Kreshti 4.990. qa të silë. 5.000 që ka dhe këtë. Ideja është kjo, varsisht prej... Po të të inflacioni. Se jemi gjithë miqë, shumica jemi miqë. Edhe kur jemi në bashkë të ne nuk ka Kushe ka shmi. dhja tekst 5.000 euro? Së shumë. Jo, të regom se po du me dit. Shumë ka pas Një artist të Shqipërisë, këtu ta shpejt. Tash para me në kres një këngë, 5.000 këngë ka 5.000 euro. Fillime një 2.000 kanë shku kështu. milionaria. Po. Milionaria jo.